rikthehemi sërish në studio, tashmë për të folur për një temë goxha delikate, por edhe shumë të rëndësishme, sidomos për prindërit e rinj. Do të flasim për kujdesin dhe si të japin ndihmën e parë për fëmijët. Kryesisht si ta japin prindërit të ndihmë, dhe kemi në studio doktor Erald Xheleli, instruktor i ndihmës së parë ose psikiatër për fëmijët. Erald, mirëmëngjes. Mirë Erald, kënaqësi që je në studio. Erald, si po sjell këtu në Shqipëri, e ke sjellur prej kohësh tashmë, po tani me një ekspert italian për trajtime, ose më saktë trajnime se si të japim ndihmën e parë tek fëmijët. Sa e rëndësishme është kjo njëherë këtu tek ne, sa e nevojshme? Kjo është diçka shumë e rëndësishme. Në radhë parë faleminderit për ftesën edhe Faleminderit që pranuat për emisionin. Ndihma e parë tek fëmijët është diçka sa e rëndësishme aq edhe delikate, sepse jo të gjithë personat në radhë parë kanë përgatitjen emocionale, sidomos nënat e reja, kur ndodhen përpara një situate traumatike, siç mund të jetë mbytja me një trup të huaj, me një ushqim të fëmijës. Duke qenë se jeta frenetike sot bën që nënat e reja të kenë shumë punë, mos ta kenë gjithkohë vëmendje. Është një fragment sekonde, është një fragment sekonde dhe fëmijët në një çast marrin një ushqim më të madh se sa mund ta kapërcejnë dhe ndodh që ata mbyten. Me cilat janë shenjat e para që foshnja shfaq? Çfarë duhet të bëjmë? Një ndër shenjat e para është që kollitja? Sikur, por ai nuk arrin dot kollitet. Kur kollitet është diçka shumë e mirë sepse arrin që të jetë. Gjithmonë varet nga trupat e huaj. Po flasim për moshat pediatrike nën 1 vjeç, ku ne konsiderojmë infant, kështu quhet, dhe për moshat pak më të mëdha, të cilët janë më të kuptueshëm, kanë një etapë të dytë dhe ka një kurs tjetër të cilin do ta zhvillojmë më vonë. Përqendroj edhe një herë tek shenjat, lutem, se kollitja nuk është një pjesë e tyre. Shenja kollitja mund të jetë pjesë nëse trupi i huaj nuk është thellë, nuk ka depërtuar. Po, është në pjesën e sipërme të rrugëvetarit. Në momentin e dytë fëmia fillon edhe merr një ngjyrë blu. Për mungesën e oksigjenit, që ne i themi cianoz, nuk reagon. Fëmijë i cili ne dim shumë mirë që nëse kalojnë 4 minuta pa oksigjen, qeliza nervore vdes. Son një dëmtim të parikthyer. Dhe kjo është një situatë shumë kritike. Shumë prindër ngrihin shtangen nga kurset. Panikosen. Po, nga kurset që kemi parë dhe që kemi vënë re, është që është prindi mashkull ai që merr guximin dhe bën veprimin e parë. Por këtë aftësi, le të themi, që është një aftësi e veçantë, për të menaxhuar emocionet në radhë parë dhe për të dhënë ndihmën e parë, duhet ta kenë të dy prindrit, nënat dhe baballarët, pa diskutim, sepse shumicën e rasteve është nëna që shndron me cili është prindi që është më afër. Jo gjithmonë janë të dy. Në momentin që prindi nuk e ka parë, nëse fëmia ka përdyrë diçka apo i ka ndodhur diçka tjetër, si estimojnë ata situatën? Tu jemi në një situatë shumë delikate ku vazhdojmë me disa procedura të tjera që është CPR ose masazhi kardiorespirator. Përgjithsisht tek fëmijët e vegjël, ajo që ndodh më shpesh është arresti respirator. Shkaku më i madh është arresti respirator. Sepse zemra e fëmijës është e re, është i sapo lindur, është një zemër e fuqishme, ndryshe nga të rriturit, në të cilin është e kundërta, ku më së shumti, shumicën e rasteve, është zemra ajo që çedon dhe mushkëria mund të jetë në një gjendje pak më të mirë. Ti i flet fëmijës, fëmija nuk reagon, nuk po t'jep asnjë sinjal, po shikon, nuk është e thënë që gjithmonë të jetë kjo ngjyrë cianotike. Kjo është në hapat e parë, kur fëmija nuk merr frymë. Pastaj, në me të kaluar disa minuta, ngjyra e fytyrës mund të ndryshojë. Me njëherë fillohet, në rastin kur ne nuk e dim shkakun, fillohet me njëherë
të ngacmohet fëmia. Që të reagoj. Po, zakonisht, kemi këtë... Po, mund të demonstrojmë. Mund të demonstrojmë. Fëmia goditet lehtëshëm te shputat e këmbëve, sepse është pjesë e ndjeshme dhe mund të reagojë. Në rastin kur nuk reagon, atëherë ne në këtë rast, në këtë kurs që ne po veprojmë, po marrim shembullin, sepse gjithmonë varet nga skenari. Po marrim shembullin kur ti e ke parë fëmijën që ka futur një trup në gojë dhe ai është duke u mbytur. Dhe në këtë rast, ajo që ne rekomandojmë është që mbështetet fëmia në pjesën e mandibulës në pozicion të tillë mes dy këmbëve, duke mbajtur kokën poshtë trupit në mënyrë të tillë që të na ndihmojë graviteti. Duke i dhënë vibracione, rekomandimet e fundit janë që në qendër të shpatullave bëhen 5 goditje, duke rrëshqitur duart poshtë. 4, 5. Po, sa forcë duhet të ushtrojmë? Këtu është pak varet nga, prandaj thash, varet nga shkalla emocionale, që edhe shumë fort nuk duhet, po edhe shumë lehtë. Mund ta dëmtojmë nëse ushtrojmë shumë fort se ç'duhet? E vërteta është që ne mund ta dëmtojmë nëse e lëm pa ushtruar forcë, sepse ai është është tashmë në një situatë shumë kritike. Ka një lloj presioni. Dhe këtu duhet të ushtrojmë një presion në mënyrë të tillë që trupi huaj të psoj vibracionin. Dhe menjëherë, duke parë që nuk po reagon në këtë lloj forme, ne kalojmë direkt në anën tjetër, duke mbështetur kokën mirë dhe përsëri në pozicionin e poshtëm, sepse është gjithmonë ndihma që ushtron graviteti. Pozicion duket sikur po e mbyti me ralt. Ka frika. E vërtet ajo është që ne duhet të shmangim frikën dhe prandaj po e bëjmë edhe këtë kurs, që të kuptojmë që këto janë pozicionet ideale për të mbajtur fëmijën në këtë rast, në këtë situatë. Duke mbështetur me të dyja duart në pjesën nuhale, në pjesën e qafës, mes të dy në mes të gjoksit, ushtrojmë presion gati 1 centimetër e gjysmë me 2 gishta. 1, 2, 3, 4, 5. 5 herë, në mënyrë të tillë që trupi huaj, që mund të ketë ngecur të këtu, të rrëshqasi poshtë. Ne duhet kemi shumë kujdes, prindrit e rinj sidomos, që të mos të veprojmë qorrazim me anë të gishtave. Vetëm kur ne arrim që ta evidentojmë trupin e huaj, se mund të jetë në momentin që ka dalë deri në pjesën e rrugëve të sipërme, në pjesën e gjuhës, ne fillojmë dhe shtyjmë më tej nëse se kemi parë çfarë trupi është. Në momentin që ne arrim të shohim diçka, me të dyja gishtat, ose edhe me njërin, përpiqemi që ta nxjerrim në mënyrë shumë delikate. Duhet kemi parasysh më së shumti përveç gjërave që bëhen, gjërat që nuk bëhen. Se shumë prindër e marrin fëmijën. Sa e tha Tiri në mëngjes? Si ke shkëpuar? Kjo është një formë e cila nuk ka asnjë logjik mbrapa. Çdo veprim që bëjmë në mjeksi përgjithsisht, mbështetet me një bazë logjike, që ndihmojë. Patjetër. Po me fat. Përgjithsisht ne tentojmë që të japim goditje, por në pozicionin drejt, vertikal, dhe ndërkohë trupi huaj nuk ka mundësi se si të dali. Kjo është një ndër arsyet. Gjithmonë vlen fakti që duhet kemi parasysh të parandalojmë gjërat, edhe të shohim çfarë ushqimesh po përdorin fëmijët, sa është sasia, domethënë madhësia e ushqimit që po përdor, çfarë konsistence ka. Përgjithsisht fëmijët kanë shumë qef këto kur shkruajnë, kanë ato gomat e vogla dhe ato janë pjesa më delikate për të hequr. Gomat e lapsit? Gomat e lapsit edhe i marrin, i fusin, i kafshojnë, sidomos në fazën që po dalin dhëmbët, se u pëlqejnë. Dhe kjo është një gjë shumë... Sa për lodrat e vogla që si kubike... Lodrat e vogla në moshë të vogël normalisht duhet jenë larg fëmijëve. Cilat janë ato gjëra që mund të rekomandohen që të qëndrojnë pranë fëmijëve pa shkaktuar rrezik? Pikërisht lodrat. Po edhe ato mund ta kafshojnë në një mund ta Përgjithsisht nuk janë aq të, domethënë,
intensiteti i kafshimit të fëmijës është i vogël. Intensitetin e di, po çështja. Bebet kanë një forcë, në paktën të gëzuar. Pa diskutim, është ajo shpreha që ç'ta bën fëmia, ç'ta bën perëndia, çfarë do gjë. Po në rast se trupi huaj është në rrugët e frymarrjes tek hunda, jo në gojë këtëherë. Funksionon e njëjta gjë apo zgjidhja e vetme është kirurgjia? Në këtë lloj faze përgjithsisht çohet tek pediatri në urgjencë, është specialiteti ORL-s që merret edhe kanë manipulojnë me anë të instrumentave. Nuk mund t'japin ndihmë të parë në shtëpi. Nuk është se ka një bllokim të plot vetëm nga hunda, sepse fëmia normalisht merr frymë me gojë dhe është rruga më e sipërme, më e jashtme, më sipërfaqësore, ka një mekanizëm mbrojtës vetë trupi i njeriu. Kështu që nuk përbën një urgjencë madhore, pavarësisht se në historinë e rritjes fëmijëve ka pasur raste kur mund të kenë futur një trup të huaj si fasulja. Po, shumë shpesh ndodh. Dhe prindi nuk e di. Dhe fasulja rritet, zbymehet në kavitetin, sepse gjen ngrohtësi, gjen lagështirë. Vërtet. Dhe e bllokon rrugën e frymarrjes së fëmijës. Por në këtë rast... Njën të një rast që është kapur kohë më po? Herët. Në një moment të dytë, padyshim nëna është e vëmendshme dhe do të shikoj që Sa një javë? Jo, po flasim brenda 24 orëve, po flasim brenda ditës. Po shikojnë që ky fëmijë me zor po merr frymë, ka probleme në frymarrje, kuptohet. Merr frymë me vështirësi, kështu që... Real, janë të rritura rastet kur fëmijët kanë... Janë të rralla si raste, por janë kritike. Janë shumë të rëndësishme për të marrë mas në këtë lloj situatash, po. Cilat janë disa gjëra që prindrit duhet t'i bëjnë? Sa po e demonstruar mund të jenë kjo që fut gishtin për t'ja nxjerrë me duar, po ti nuk e di se ç'është brenda. Do të thonë duhet merret fëmia të dërgohet më prapë në urgjencë apo kjo ndihma e parë duhet t'i vëmë një herë. Ndihma e parë përgjithsisht kur prindi është afër me fëmijën dhe di po shikon se çfarë po ndodh, rekomandohet që të marrë masën direkt. Në qoftë se pas disa tentativash, sepse nuk është e thënë që trupi huaj të dalin me tentativën e parë. Po, sigurisht. Dhe kështu që ne do ta tentojmë disa herë duke kombinuar të dyja manovrat edhe përpara dhe pas në mënyrë të tillë që këto vibracione dhe këto goditje, cilat jepen dhe përpara dhe pas, ta ndihmojnë trupin e huaj të dalin. Në qoftë se ka kaluar një periudhë 2 minuta, 3 minuta, 4 minuta, që ne shohim që fëmia nuk po reagon, nuk ka rezultat, atëherë në mënyrë të padiskutueshme do merret shërbimi i urgjencës. Dhe kemi gjithmonë është 127 është numri i urgjencës, për të gjithë ata, besoj se tani e din, duke qenë se kam patur një eksperiencë prej disa vitesh në të tillë institucioni, gjëja më e mirë për t'i thënë operatorit të urgjencës, infermierit dhe mjekut nga krahu tjetër i linjës është që kam një fëmijë të vogël, të jemi shumë të qartë në gjërat duhet ta specifikojnë se çfarë po ndodh. Në mënyrë të tillë që edhe ato ekipe që janë aty ta dinë shumë mirë me çfarë rasti kanë të bëjnë. Kam një fëmijë të vogël i cili nuk po merr frymë, nuk po reagon, nuk e di nga se mund të jetë shkaku. Sa pendimtare është koha, se sa të vi urgjenca mund të kalojë dhe minuta të tëra. Atëherë, prandaj këtu fillon faza e dytë, në me të marr urgjencën në telefon, duke i dhënë adresën e saktë etj, fillon CPR-i, që janë shtypjet kardiorespiratore të shtypjet e gjoksit në mënyrë të tillë që fëmia me 2 gishta ishte? Me 2 gishta është tek fëmijët e vegjël, tek më të rriturit që janë mbi 4 vjeç, atë ritmi është në përgjithësi është 100 deri 120 shtypje në minutë. 120 shtypje në minutë, 120 BPM. Në mënyrë të tillë që shtypjet e jashtme që bëjmë ne të mbajnë rolin e zemrës dhe do të kem parasysh në një këngë për shembull kur Staying Alive. Staying Alive. Staying Alive. Po. Kjo është kënga më e famshme që ne e përdorim, edhe i shkon ndoshta edhe ritmi ka përshtypjen e shëndetësishme. Po, ritmi është 100 deri 120 në minutë
Dhe ne kemi kombinimin mes shtypjeve të gjoksit dhe frymarjeve. Më përpara, rekomandimet ishin 15-2. Tani ka ndryshuar statistikat, nga 2022 ka ndryshuar, dhe është bërë njësoj si për të rriturit 30-2. 30 shtypje dhe 2 frymarje. Normalisht, fytyra e fëmijës është shumë e vogël dhe prindi mund të vendosi pjesën e buzës duke rrethuar dhe gojën dhe hundën e fëmijës. Në këtë mënyrë drejtimi i fluksi i ajrit është efikas 100%, sepse është a duhet bërë, domethënë? Pasi mbarojnë, fillojnë me 30 shtypjet e gjoksit. Pasi mbarojnë 30 shtypjet e gjoksit, vazhdohet me 2 frymarje. Gjithmonë duhet kemi parasysh që mushkëria e fëmijës është shumë delikate dhe shumë e vogël, kështu që presioni që do japim duhet jetë adekuat në një presion jo shumë të lartë, sepse mund të bëjmë dëm pneumatik të pulmonit të fëmijës. Kjo është gjë shumë e rëndësishme për të eliminuar dhe për të shmangur pasojat e mëvonshme. Real, nëse mbytja është me lëngje dhe jo me trupat huaj, ka një protokoll? Në përgjithësi, me lëngje përgjithsisht fëmijët kolliten edhe rreshket. Trupi huaj është gjë, ka një pozicion se zakonisht ju i ktheni në një anë, funksionon? Pozicioni i tillë është pozicioni më i përshtatshëm. Në përgjithësi është një dhe... Me ujë, në momentin që një pik ujë kalon në trake në rrugët e frymarrjes dhe nuk kalon. Po te fëmia mund të jetë rrezikshme, se ndonjëherë është dhe të rriturit. Po, është trupi i njeriu tek në pjesën e lëngjeve, kur bëhet fjalë kur është ushqim, jo kur është mbytje në pishinë apo në këtu jemi përsëri në të njëjtin protokoll. Kalojmë direkt tek masazhi e shtypjet kardiorrespiratore. Si ishte 30-2. 30-2. Dhe pozicioni përgjithsisht duhet kemi parasysh që tek fëmijët e vegjël pjesa e pasme e qafës është shumë e butë, nuk është forcuar akoma kafka. Kështu që duhet kemi një bazament të mirë që mos të bjerë kjo pjesë në momentin që ne shtypim, mos të bjerë në tavolinë. Ndryshe nga të rriturit, ku ne e kemi më të forcuar pjesën e kafkës, mos ta dëmtojmë dhe prandaj mbahet këtu, në këtë lloj pozicioni. Tek fëmijët pak më të mëdhenj, mosha 2-3 vjeç, ne vendosim diçka, një peshqir ose diçka të butë në pjesën e shpatulluar, në mënyrë të tillë që qafa të rrinë në këtë pozicion. Gjithmonë duhet kemi parasysh që koka përpara bën mbylljen e rrugëve të ajrit. Dhe koka duhet të jetë pak e ekstentuar, e zgjatur mbrapa. Në qartë në këtë pozicion. Këtu bëhet edhe lirimi i rrugëve të ajrit. Në këto, më falë. Po, më thuaj. Mund të vazhdosh. Në këto, në të gjitha kurset që ne performojmë edhe bëjmë, duke nisur nga kursi BLSD, që është Basic Life Support and Defibrillation, që është goditësi, që përdoret dhe në rastin e fëmijëve, ku nuk reagojnë, gjithmonë me trajnimet e duhura pa diskutim, ndiqet një protokoll që quhet ABCDE, që do të thotë A-ja ka të bëjë me airways, me rrugët e ajrit, B-ja ka të bëjë me breathing, me frymarrjen, C-ja ka të bëjë me circulation, me qarkullimin e gjakut dhe me rrajën e zemrës. D-ja është statusi neurologjik, dhe E-ja ka të bëjë me exposure, që është kurset ambientale, temperatura, është ngrohtë, është ftohtë, sepse nganjëherë janë këto të fundit, të cilat mund të japin të njëjtin shkak dhe të krijojnë të njëjtat pasoja. Me drejtë. Real, çfarë këshillash i jepni prindërve ju? Është shumë e lehtë u thuash, shiko, mos u panikosni, ruani qetësinë, por ajo situata pastaj ti nuk mundesh. Ka prindër që mund të bllokohen, ka prindër që kanë frikë të ushtrojnë presion fëmijën nga metodat që do bëjnë. Mund të bjerë të fikë për vete, për shembull, nga paniku i momentit. Është e vërtet, edhe e vërteta është që asnjë këshill që mund t'jap unë nuk vlen ato raste. Nuk vlen ato raste. Pastaj duke bërë një stuar në një kurset që ne performojmë përpiqen që të ulin emocionin dhe të ngrenë logjikën. Në mënyrë që personi duke pas informacion ata janë vetë më të sigurt. Duke është më i logjikshëm dhe më i informuar, duke performuar disa herë në kurset tona,
ai llogarit edhe forcën dhe hapat e radhës se çfarë duhet të ndjeki në mënyrë të tillë që dhe fëmia mos dëmtohet, por edhe të ketë sukses Ka pas raste manovra. që fëmijët nuk e kanë bërë dot këtë, prindrit nuk e kanë bërë dot të japin ndihmën e parë. Në një rast që mund të Tani unë kam qenë afër fatalitetit? Nuk ndodhi deri në fatalitet, por jo dhe spunton për krijimin e këtij kursi nga ky rast të morëm. Kam kushëririn tim, cilët kanë djalin e tyre, 1 vjeç e pak, unë byt me një ushqim. Dhe më ngriu, ngeli, fjala në dorë, në thatë, bëj ti tani është fëmia yt. Normalisht, me disa goditje pas shpine, arriti ta nxirrte trupin e huaj dhe pati sukses. Por situata është shumë e shpejtë dhe shumë dramatike. Doktor, për të sqaruar edhe herë audiencën, goditjet pas shpinës duhet jenë 5 apo 30? Goditjet, në momentin që kemi të bëjmë me një trup të huaj, që ne e shohim që fëmia po mbytet, e kuptojmë që është duke u mbytur nga një trup i huaj, e kemi parë situatën, jemi në këtë skenar. 5 goditje, 5, kalojmë duke mbështetur mirë, kalojmë këtu, dhe 1, 2, 3, 4, 5. Kjo është situata kur ne po nxjerrim jashtë një trup të huaj. Të bëjmë njëra pas tjetrës, pra. Po, njëra pas tjetrës dhe kalohet përsëri, nëse nuk arrim dot që ka reagim, përsëri një 5. Po, ndërkohë skenari tjetër ishte për në rastin? Skenari tjetër është një situatë shumë më të rëndë, cila ka të bëjë me momentin kur fëmia nuk reagon fare. Në momentin që ne kemi bërë 2-3 tentativa me 5 goditje të kombinuara para dhe mbrapa, atëherë do marrim patjetër në telefon urgjencën, ndërkohë që mund të jemi duke folur me urgjencën dhe vazhdojmë të bëjmë goditjet, dhe në atë moment pastaj vazhdojmë me shtypjet e gjoksit dhe me ndihmën me CPR-in, me ndihmën më të avancuar. Në rast se fëmia nuk po na jep reagim. Urgjenca vjen, ne duhet vazhdojmë tentativat tona, pra s'duhet ta lëmë fëmijën ashtu. Pa diskutim. Paçka se nuk reagon. Sepse tentativat tona bëjnë që shtypjet e gjoksit bëjnë që ne të funksionojmë si zemër e jashtëm për këtë fëmijë. Po. Kjo është, mbajmë qarkullimin e gjakut në... Doktor, ju thatë që frima reagojmë gojë me fëmijën, duhet bëjmë pak kujdes për shkak të presionit. Cili duhet, pra si ta kuptojmë ne që nuk po e dëmtojmë, si ta kuptojmë që presioni është i duhuri? Në momentin që rritet ka fazi kraharorit, ne shohim, në momentin që japim frymarrje, shohim një ngritje të lehtë me cepin e syrit, mund të shohim një ngritje të lehtë të krahafazit kraharorit. Por ne kapim maksimumin e krahafazit kraharorit, aty do thotë që duhet ndalojmë. Kemi një lloj kontrolli të emocioneve më së shumti, sepse këto bëjnë që ne të frymë më shumë se ç'duhet dhe të japim më shumë presion. Kjo është gjëja që duhet të bëjmë... Gojë dhe hund bashkë. Gojë dhe hund bashkë tek fëmijët e vegjël, sepse është shumë i vogël kvaliteti. Një ndër reagimet më të shpeshta të paktën ndaj prindërit që kanë përshtypjen duhet jetë i gabuar është kapja dhe tërheqja e gjuhës. Ajo në përgjithësi, ajo ndodh në shumë edhe tek të vegjëlit, po edhe tek të rriturit. Tek të vegjëlit, duke qenë se goja është më e vogël, kanë më të vështirë prindrit që të kapin gjuhën dhe të fusin. Gjëja më e thjeshtë për të bërë në këto raste është kjo. Ngritja e mjekrës. Në këtë lloj forme, duke zgjatur qafën, vetë anatomia e trupit njeriut bën që gjuha të mos bjerë i poshtë. Kjo është manovra më thjeshtë e mundshme, jo futje gishta, jo tërheqje. Këto janë një ndër manovrat më të rrezikshme. Dhe është shumë e rëndësishme që të gjithë prindrit ta marrin si informacion. Patjetër, pa diskutim. Po edhe ata që nuk janë prindër, është mirë ta dinë se kur nuk i dihet se kë kanë afër, mund të shpëtojnë një jetë. Mund ndodhen me një prind që panikoset dhe e pa ndihmën. Ndihma e parë është një kurs i cili promovohet në gjithë botën si një aftësi e cila bëhet për vete, por nuk është për vete. Është për të gjithë. Dhe mësohet për të gjithë, sepse
Është pjesë e detyruar edhe kur bërë patentën, është pjesë pa diskutim. Ideja është që ne ti rikthehemi njohurive, sepse njohuritë ndryshojnë nga viti në vit, etj. Me thënë rekomandimet janë të ndryshme, dhe të jemi të përditësuar me të rejat më të fundit të rekomandimeve. Dhe gjithashtu të kemi përsëritje disa herë në vit, në 2 vjet, apo për të rikthyer informacionet. Është shumë mirë që ju keni sjellë edhe kurset në Shqipëri, kështu që për çdo prind të interesuar. Këto kurse kanë ekzistuar, patjetër që po. Ju që keni sjellë në këto duam momente. që t'i japim pak zë dhe t'i sjellim në vëmendjen e nuk i kemi sjellë ne. Doktor, shumë faleminderit. Ju falenderoj ju. Neve përveç këtyre kurseve kemi dhe një diçka që duam ta promovojmë dhe ta bëjmë që dhe njerëzit të informohen dhe të dinë që ka kurse të tilla në Shqipëri, që po zhvillohen dhe të marrin më shumë informacione dhe praktik. Po, për këtë, qoftë për kurset, po qoftë edhe për ndihmat të tjera më të avancuara, ne po ndërtojmë tashmë një platformë që quhet MikDoc. Është platformë elektronike. Deri tani jemi gati 200 profesionistë që janë përfshirë aty në këtë platformë dhe duam që ta zhvillojmë gradualisht në mënyrë të tillë që ne do japim video për demonstruese për qoftë për pjesën pediatrike, për pjesën e të rriturve. Faleminderit shumë. Falenderoj juve, faleminderit për ftesën. Mirë, vazhdoni të bëni atë që dini të bëni më mirë. Faleminderit. Shumë një hapësirë të shkurtër publicitare, pasi pas pak do të flasim për Arin.